Këngëtarja e njohur e muzikës shqiptare dhe një nga figurat më të komentuara të këtij sezoni si opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4, Leonora Jakupi. Raportohet se ka kaluar një situatë të vështirë dhe emocionalisht të rënduar jashtë ekranit, pas një ngjarjeje që ka tronditur jo vetëm atë personalisht, por edhe opinionin publik. Sipas burimeve që pretendojnë se janë pranë artistes, banesa e saj dyshohet të jetë bërë objekti një grabitjeje disa javë më parë. Ngjarja, që mësohet se ka ndodhur në mungesë të saj, ka shkaktuar jo vetëm dëme materiale, por edhe një ndjenjë të thellë pasigurie dhe shqetësimi. Persona ende të paidentifikuar dyshohet se kanë depërtuar në ambientet e shtëpisë, duke lënë pas gjurmë të një situate që përkëdo do të ishte tronditëse. E aq më tepër për një figurë publike që përpiqet të ruajë një balancë mes jetës profesionale dhe asaj private. Edhe pse detajet konkrete mbi sendet e marra apo dëmet e shkaktuara nuk janë bërë publike, burime jo zyrtare flasin për një ndërhyrje që ka cenuar ndjeshëm qetësinë e artistes. Për Leonorën, e cila njihet për profilin e saj diskret dhe faktin që jetën private e ka mbajtur gjithmonë larg zhurmës mediatike, një episod i tillë përbën jo vetëm një humbje materiale, por mbi të gjitha një goditje psikologjike. Ndjesia se hapësira më personale dhe më e sigurt shtëpia është shkelur, është ndër përjetimet më të vështira për çdo. Ngjarja nuk u bë menjëherë publike, çka le të kuptohet se rasti është trajtuar fillimisht në mënyrë institucionale dhe me përpjekje për të ruajtur privatësinë. Aktualisht, çështja raportohet se është nën hetim nga organet e rendit, të cilat po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethana. Hetuesit pritet të analizojnë provat e mbledhura, pamjet e mundshme nga kamerat e sigurisë në zonë, si dhe çdo gjurmë tjetër që mund të çojë drejt identifikimit të autorëve. Ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për një akt të rastësishëm kriminal apo për një grabitje të mirë organizuar, me informacion paraprak mbi mungesën e zonjës Jakupi në banesë. Ky rast rikhthe në vëmendje një fenomen që është diskutuar edhe më herët: rreziku i shtuar për figurat publike, veçanërisht gjatë periudhave kur janë të angazhuara intensivisht në projekte televizive. Pjesëmarrja në formate të mëdha si Big Brother VIP Kosova shpesh i mban personazhet për orë të gjata larg shtëpive, ndërsa ekspozimi mediatik rrit ndjeshëm njohjen e publikut me lëvizje dhe angazhimet e tyre. Një situatë e ngjashme ishte raportuar edhe në sezonin e parë të këtij formati, kur opinionistja Afërdita Paqarada përjetoi një incident të ngjashëm, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e personazheve të njohur. Lajmi për ngjarjen që lidhet me Leonora Jakupin është përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale, ku fansa të shumt kanë reaguar me mesazhe mbështetjeje, duke shprehur keqardhje dhe solidaritet. Shumë prej tyre kanë theksuar se përtej imazhit publik, artistët mbeten njerëz që përballen me të njëjtat frikëra dhe pasiguri si çdo qytetar tjetër. Ka pasur edhe diskutime më të gjera mbi nevojën për masa më të forta sigurie për banesat, sidomos për ata që janë figura publike dhe më të ekspozuar. Deri në këto momente, Leonora vet nuk ka bërë një reagim publik të drejtpërdrejt lidhur me ngjarjen, duke zgjedhur siç duket të përqendrohet në angazhimet e saj profesionale dhe ta trajtojë situatën në mënyrë private. Kjo heshtje mund të interpretohet si një përpjekje për të mos e dramatizuar situatën në publik, por edhe për të mos penguar procesin hetimor. Ndërkohë, publiku mbetet në pritje të informacioneve zyrtare që do të hedhin më shumë dritë mbi rastin si për identitetin e autorëve, ashtu edhe për motive që qëndrojnë pas kësaj ngjarjeje. Ajo që mbetet e qartë është se përtej dritave të skenës dhe ekranit, realiteti i përditshëm mund të sjellë situata të papritura, që lën gjurmë të forta njerëzore. Në këtë kontekst, mbështetja dhe ndjeshmëria e publikut janë ndoshta elementi më i rëndësishëm për ta ndihmuar artisten ta kalojë këtë periudhë të vështirë me sa më shumë qetësi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.